Sacrificio. E në një mbrëmje si kjo, Sofia teston veten edhe në gazetari. Interviston stafin, interviston mysafirët. Një sekënjor? Një surgjeta. Si kanë një? Një shumë. Që sa kënjor të? Ka që një 2 minuta. Që 2 minuta, dhe më thonë minuti për ty është i madha i vogël. Jo minuti është kodja i madh. Çfarë mendimi keni për minutin, për sekondin edhe për orën? A mendon që cila më e mira për këtyn? Më e mira më shku me sekonda. Po, për një orë njëri nuk des, po për sekond des. E shka menën për rita orën? Për rita orën menoj shumë fjalë të mira dhe o një ndër këngëtarët më të preferuar. Edhe ka batarin një vallë të gjys. Edhe duhet krenomi na shqiptar që kemi njëri. Mahmud Sashir. Inshallah ka shumë rita. Mahmud, pse ti je këngëtar, ti çka mendon për politikën aktuale në Kosovë? Për politikën aktuale mendoj që e ka mburë. Besoj. Bravo. Po tema Mahmudi. Një ndër këngëtarët që sa vite shumë. Maturant. Ç'a je? Bek. Bek, ase kjo është agregat. Unë jam zavend spinisë në rëska. Mahmud, faleminderit shumë. Faleminderit. Sukses futboll. Gjithashtu edhe juve. Jeste kënjor? Dhe përdesh. Qëndre për gjatë këntori matë dhe për një herë për një herë në Kosovë, do të qishë për një herë që kënjor në emisionin tonë? Ja, me buktan, me bukton. Jeme t'ju më themën t'u. Ani që tash në qëtë se krasita dhe pita, ata kona me lokën? Shkogale se zgjeve, ma shumë me kungi. Ani, shkoli dhe se heko me gjeshtë, në hanë veç brumë. Qa drejt që këni? Mirë, hajde taj. Hajde shkoj. Vogël me Ilirin. Iliri është një bashkëqytetar, bashkëdhetar që vjen për Gjermanie. Ilir dy fjalë për këtë Kosovë. Lufta për Kosovën, luftë atje për Kosovën, lufta për Gjermaninë atje. Faleminderit. Shumë mirë që jemi ne. Një këngëtar i cili më rrit me to, një këngëtar i cili më tani shumë, është një këngëtar për që i mall nga karriera, është edhe i gat me trup. Atë ne shkojna me një këllë këprele. Një këllë, më hypi në se ti je i gat. Më mbroma mishte ke ardhur. Ku me hypon tash? Ti ç'është edhe se je i gat. Mishte ke ardhur me çunin trup. Mirë se komuzi. Qish për kalini? Mirë shumë. E çka të shtyni më ardhë? Kur kush më ka shtyr vetë? A menova që djali që ardhë ta. Qish për njështë edhe një mesazh për të pash për vitin 2019? Mars ditë grave, gjithë të mirat për grave. Ato që 8 mars kur me 6 mars për gratë që banuhen armën mi. Po me 6 mars, 8 mars është me 6, po gratë kanë me 8. 6 mars. Çfarë kanë gratë? Hey, asnjërisht po vjen që zot. Çfarë kanë gratë? Je që të Nikoll atje. Atëre u kryte lista me Nikollën. E përshëndesim. A vërtetë? Po po vërtet. Ah, okej. Ai që mirë, ai që na i drejt fytyrën. Ai që na drejt fytyrën është. Ai që na drejt fytyrën është Altini. Altini ç'është për një? Çfarë djeni është një drejt fytyrën dikoj? Ha? Ti je kaçak si më po faleminderit. Edhe shkëndijm ta ozam. Me vot për çim. Unë sa dritat. Altini është të boni punë shumë të madhe. Ku e drejt? Oj. A po dile për shtuj, fare. Pritka. Atëre kena në regjistrën tonë mapa lidhje që na ka çuar sot. Ja, Regjistrën. Ama mirë me na ka me katë. Shkoj, atëre. Që dhe... Vazhdojmë njëre. Ja në vazhdojmë, thuj, fal. Mat underground, kulminant, bëjnë punën e tyre dhe realizojnë humorin, satirën, alegorinë dhe na sjellin nga studentë. I ndjekim të kullukat në punën e tyre gjatë javës. I ndjekim të kullukat në punën e tyre. Sa kemi hirë, se nini me grimerën tonë dhe sa jeni dhe më thonë të afrita dhe sa je knashni me këtë grimë me këtë, se kom po që lyhet ftyra dhe se lyhet të trupi. Ti të fjallë për televizionin tonë, Bile të zja Sofia, nëse nuk i ke ditë, dush me ditë që ma shumë duhet me pas kujdes me lyt trupit. është e vërtet, është e vërtet. Është mirë më stani. Oke, janë mirë shumë, po me grimjeret normal që mirë. Me fillorit, ha? Po sonte po na mungon edhe Leonita. Leonita u rrit me neva. U rrit me neva, 13 vjeç. Ja, 13 vjeç, ti mujsh ta kam përve. E kena përkune, e kena rrit, e kena pëto me bebelat, e kena rrit. E se petja pas mojti sa mu në gjimë. Se ti do nga. Sa që bone për diskoteka. Shka me ndonjë e një të knaqë! Po! Me këm keni arë! Dhe qysh me kaleni! Qysh më do këtë atmosfera? Na për shumë të që atmosfera shumë e mëllë, shumë e mirë! A pi pilqen këngëtari! Si na pi është me preferuar e juja!
Qysh po kaloni? Do të me shëshmi këtu, do të jemi me të kështu ma të mirë njerë për njerë Kosovë, pa është edhe dhe ka qatë kompozitorin majtë fort në Kosovë, për shumë vite që ka mojtë kitërën. A banoj dëgju së falë? Qysh po kaloni këtë? Shumë mirë, për mrekulli, Me aktorë në rajimi në dhjim? Perfekt, është dëgjo është ka rrën muzike. Cili është mesazh juaj për 8 mars? Që s'ki mesazh thirrën në Viber, Për 2019, se 2018 nuk kri. Po, në ti falë. a më në që në rrinë të 2019-na? Nashta po t'i vera Ti që të morë si ka pos me kom në 6 mars, po na si gro që vanuëm, ja, për din e knalon me të mirë. A din, veç a din. Pasi du me non majt ashtë në. Po të jenë në majtita e kësojna, budalitës e vërë. Pasi gratë ishin që se pesh ma shumë dit. Pse? Ishin thonë du t'me ik non mojnë. Po, gratë pesh që ti në quë. Po të kallet e të. Ishte knafsi intervista mi, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Atëre e kena një intervistë shumë veçanë. Për herë të parë unë e marrë një intervistë një ujë. Dhe me thonë, ki ujë që është shumë i pinë. Përshëndetje dhe mirë se erdhë. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Qysh për një në emisionin tonë? Shumë mirë, ekstrem mirë. Apo ju pinë shumë njerëz? Shumë, do pinë do thot para po. Po, atë është arsyeja që pihni kaq shumë jetë. Pikë spari pa ujë s'ka jetë, pastaj ne e hikum testit, e ndrequm fytyrën, do të ndrequm e rregullojmë mirëqenien e organizmit, do të për shembull kur ha njëri shumë buk na luksin e ndrequm e kështu me A je pengon mirë kur të pikë shtyr për a je pengon? Po, pengon shumë ajo është fymje për ujin. Apo ha? Domethënë uji duhet pihet një trajshëm, hop hop. Po normal, çu pihet gjithë. Okej, më vjen shumë mirë. Atëre, a kështu si Coca-Cola aty që e pinë shtinguhen ka pak, a ju veni natë ashtu? A ka mundësi me s'mbo antireklam Coca-Cola ma përzim me ujë? Okej, për në kohë Gjithçka bëhet për ujë. Faleminderit shumë, a kina fjalë diçka për emisionin ton? Jo, jam shumë i lumtur që jam në emision në juj, është gjithçka okay, dhe të punina si uja. Inshallah ju pinë sa më shumë. A ju vjen keq kur të lohen njerëzit me ujë? Jo, tamam puna ajo është pas të ti. Edhe nuk ju vjen morë? Jo kur një. Faleminderit shumë, shëndet elektrikë, faleminderit. Më pëç. Poç. Çish po kalon? A kena bëmë me karrika për miçit atje? Sa jena korrekt, sa është halimi korrekt, sa po dhe me kallëzu miçit karrikat atje në skin? Shumë mirë. A kena lodha ja? Jo, kur asnjëherë. Që shalen me neve? Vete me moni në atë pleton. Një mesazh për Adonin në nesër. Mesazh shumë mirë po kalojmë, shumë mirë jena happy ton. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në emisionin ton. Për sa muaj do të më jemi juve që më ardhera? Një javë. Një javë? Aha, a do të më jemi para ditë mas ditë? Nëse mon para ditë gjysore i janë jena. Pse ju kanë herë i vrani kom të njerit? A problemi që numeri i vogël apo nuk ketë mundi me dëru komën e huaj? Ja për komën na vron luftin. Faleminderit shumë, natën mirë, kalofshi mirë. Pucja por? Goj. Pucja por? Goj. Moshën të mushë. Po që të mushë e ka duhet mami. Qa kime folë diçka për 8 marsin, një mesazh për 8 marsin e vitit 2022? Okej, qysh po kalon ekipën tonë komplet? Një mesazh? Një pyetje deshme diçka.